Mirë se erdhët në një tjetër episod podcastit Flasim. Dhe sot në këto ditë të nxehta kam ftuar një person, një zonjush, një zonjush dhe një vajzë që është shumë e freskët në çdo kohë, shumë sportive, në mendje, në trup, po dhe në ato që thotë. Është një vajzë pa komplekse, është një vajzë që ka bërë shumë trajnime, ka bërë shumë shkollë, pothuajse është rritur këtu në Angli dhe është shumë e arrirë. Dhe sot ajo zotron një ndër klinikat më prestigjioze dhe quhet klinika, që mos gabohem po e lexoj, Human Engineering, një titull shumë i veçantë. Në fakt aty shkojnë njerëz të elitës, po nuk do të thotë kjo që nuk do të shkojnë edhe shqiptar, dhe po të lexosh komentet e njerëzve që dalin nga aty, janë të gjitha me 5 yje. Pra, këtu me mua sot është Bela. Bela, ashtu si ka emrin, është edhe kjo vajza, kjo zonjusha, me emrin e saj të mrekullueshëm. Bela, mirë se erdhe dhe faleminderit që u bëre pjesë e podcastit Flasim. Shumë faleminderit për mirëpritjen. Dhe pa u vonuar, le të fillojmë me Belën, me atë se kush është Bela në të vërtetë. Atë thuje si dush ti. Bela është kjo që gjithë ata që e njohin. Bela është thjesht një person si të gjithë të tjerët, një vajzë e ardhur emigrante dhe e rritur në Britani për vite me radhë. Po, sa e vështirë ishte, ti se ban mend po fillimit, sigurisht, du të mash mend ato copsat të para të fillimit, këtu në Angli. Vështirësia ka qenë e pafund. Dhe fëmëria u bë direkt, nuk pati më fëmijëri. Fëmijëria u te kaloi. Dhe erdhëm direkte në moshë madhore. U rritëm para kohë. Në formën tuaj, po, në formën popullore, u rritëm para kohë, kurse në atë timen, unë i them që u bëm direkt, u rritëm para kohë. Dhe ishte fatmirësisht, po ishte edhe fatkeqësi, sepse fëmia ka mungesa të jashtëzakonshme kur nuk ka lirinë e adoleshencës, ose kur nuk ka lirinë e fëmijërisë. Mu më banë përshtypjen një gjë. Kur flet me ty, ti ke një të folur shumë elokuente dhe shumë letrare, që është shumë vështirë këtu për emigracionin, që njerëzit ta mësojnë gjuhën dhe ta flasin në këtë mënyrë. Cila është ajo sekreti i kësaj, ose cila duke qenë edhe një vajzë të jashtë. Faleminderit. Falë si me ëme, falë nënës time, që ajo asnjëherë nuk na i hoqi gjuhën nga shtëpia. Përkundrazi, ajo ka qenë një motiv i saj që çdo gjë që ne do dëgjonim në gjuhë të huaja, neve automatikisht duhet ta përkthenim shqip. Në çdo lloj konteksti që do ta dëgjonim, në çdo lloj konteksti që ne do ta kuptonim, dhe sikur të ishte gabim, neve të ishim të detyruar në një farë forme ta përkthenim në gjuhën e mamës. Sepse ashtu edhe nëna mësonte, por dhe neve nuk harronim gjuhën shqipe. Po jo, edhe këtu flitet gjuha shqipe, po shumë e vështirë. Po ti edhe ke praktikuar me sa di. Edhe ke punu pak kohë me përkthimet. Unë realiteti që arrita të punoja përkthyese një periudhë kohe, ishte, siç e përmenda më parë, ishte thjesht i me shkaktarja e kësaj motivi, që gjithmonë përkthenim lajmet, përkthenim njerëzit, dhe më aq sa dinim ose sa kuptonim. Plus shkolla ndikonte, kishte ndikimet e saj, dhe familja ka gjithmonë ndikimin e vet. Por në moshën duke mos harruar shqipen asnjëherë, fal nënës, nuk kam bërë ndonjëherë shkollën shqipe në Britani, përveç se anglishtën, dhe deri në moshën 16. Pas moshës 16, mora iniciativën dhe të aplikoja në ambasadën
angleze për të qenë përkthyese në ambasadë. Ambasada e refuzoi aplikacionin. E refuzoi aplikacionin vetë fakti që në atë kohë ata donin të dije të paktën 3 gjuhë të huaja. Dhe motivi im i erdhi automatikisht që nga inati i refuzimit, me hyrja jo të smira pse u mu refuzova, dhe fillova mësova dhe 2 gjuhë të tjera. Aplikova përsëri. Po të njëjtën kohë unë punoj edhe përkthyese për një për agjensitë në Britani. Si përkthyese. Po nuk e leja motivin që të punoj për ambasadën angleze. Dhe si mësova 3 gjuhë të huaja, hyra përsëri në aplikacion, ato përsëri e refuzuan duke kërkuar kërkesa e tyre që të dija 5 gjuhë të huaja. Dhe në këtë rast prapë vazhdova mësova dhe 2 gjuhë të tjera i bëra 5. Bravo. Duke mos dhënë dorëheqje derisa të hyja në atë drejtim. Tash unë bëra me 5 gjuhë. Në të njëjtën kohë, kompania që unë punoja në agjensia që punoja në atë kohë, ato automatikisht më dhanë një drejtim tjetër që më duheshe patjetër të kualifikohesha që të kisha më shumë përvojë në jetë. Dhe në të njëjtën kohë kam bërë edhe institutin e gjuhëve të huaja. Mbarova institutin e gjuhëve të huaja për 5 gjuhë të botës. Dhe pas kësaj, pasi mora diplomën e 5 gjuhëve, më dha shanset akoma të mëtejshme ku unë u zgjodha përkthyesja e tretë për gjuhën shqipe më e mira në Britani. Kjo si u bë, me një test apo me një... Vit për vit, ka patur rasti që bëheshe vit për vit ose njërë 3 vjet, mblidheshin përkthyeset çmimet për të dhënë çmimet përkthyesve më të mirë. Edhe vinin ftesat. Jo të gjithë përkthyesve, po kanë qenë përkthyes të zgjedhur për ftesat apostafate. Dakor, ne që mos qatemi më shumë të kjo. Ne dy njihemi fare rastisht dhe mund ka bo përshtypje, arsyeja edhe pse bela ashtu, ka bo përshtypje sepse kjo zënjush është nga ato zënjusha që ta thot çdo gjë, ta thot drejt në sy, pa dritë çerpiku dhe e argumenton me një formë që të paktën mu më ka bërë shumë përshtypje. Dhe jemi njoft në një takim të një shoqate me emër këtu shqiptare, po në Shqipëri, dhe njofja ka qenë fare, une isha kundër argument i marrëdhënies në çift. Dhe me thonë, doja ta gacmoja dhe megjithatë mora një përgjigje shumë esenciale. Pra, bela duke ju paraqit ty në shkollave dhe këtyre gjëra, si është të jesh grua në Angli dhe sidomos grua shqiptare? Gjë më e bukur. Është gjë më e bukur. Të vetë titulli grua është lumturia e rruzit toksor. Vetë fjala grua, zonjë, zonjush, ka titullin që nuk ka çmim. Ka një titull ekstrem të bukur. Po si është ajo? Në këndvështrimin e Belës, si është në këtë kohë që jetojmë, në këtë kohë si është roli i gruas, si është marrëdhënia e saj në çift dhe si është domethënë perspektiva e gruas në përgjithësi. Gruaja ka perspektiva të pafundshme dhe ka hapje oportunitete të pafundshme vetë nga titulli grua. Pastaj çdo grua luan rolin e saj individe, për aq sa çdo femër kupton, për aq sa çdo femër i ka forcën e saj për të arritur qëllimet gjithmonë. Dhe të gjitha femrat, me sa unë si individe kam kuptuar, që të gjitha femrat kanë një jo ego, po kanë një forcë të paparë në vetvete për të arritur. Por fatmirësisht dhe fatkeqësisht, rrethanat krijojnë ngjarje, ngjarja krijon rrethanat. Dhe jo të gjithëve jepet mundësia. Po, për shembull, ne shohim tash edhe dëgjojmë, edhe nga njerëzit që rrinë nëpër tavolina, nëpër ndenjet ndryshme, po ka shumë probleme në marrëdhëniet në çift. Domethënë,
Dhe gratë, pra shoqërisht, janë ato, them unë, janë ato më të përsekutuara në këtë marrëdhënien në çift, sepse e kanë vështirë të marrin vendimet. Ndaç për mirë, ndaç edhe për keq, sepse na vjen edhe çik nga mentaliteti, Nuk mund të bazohem që vjen nga mentaliteti. Absolutisht jo. Dhe këtë më vjen keq që e dëgjoj shpesh herë, është në kulturën tonë, është në mentalitet, absolutisht jo, nuk ekziston. Dhe s'ka arsye pse të ekzistojnë në këtë lloj konteksti. Por të dy palët, marrëdhënia bazohet në bazat e themelit që i hedhin që në fillim. Toleranca që i jepet dhe mos parja e gabimeve të freskëta që krijohen në marrëdhënien e parë. Dhe kjo e ndikon marrëdhënien në kalimin e kohës, e ndikon si për mirë ose edhe për keq. Ka ndikimet. Pra në moment që ne nuk i vëmë përkushtimin themeleve të para të njohjes në marrëdhënie, atëherë ka pasoja marrëdhënia. Pra unë jam atë idenë që bashorti dhe bashortja duhet zgjedhur si investimet. Në më formë që ti një ekonomi do ta investosh për sukses dhe partnerin ose partneren do ta zgjedhësh për sukses. Në moment që ti nuk e zgjedh partnerin e duhur, ti nuk e zgjedhur suksesin e duhur. Po, këtu te suksesi futen shumë gjëra. Po, në një marrëdhënie e para është dashuria. Çfarë është dashuria? Dashuria, marrëdhënia, do të thonë ajo që ngjet në çift. Dashuria. Për mendimin tim. Dashuria është varet se si e shikon ti, se si e shikon individët. Dashuria është respekt. Respekti është sukses. Po, është investim. Suksesi, po s'pat dashuri, them unë prap ti ma kundërshto këtë, po s'pat dashuri, s'ka si të ketë edhe sukses. Kështu i bie që do e zgjedh unë Belën, ta marr, do dashurohem me Belën se ka lek. Prap, ajo është një farë suksesi që ti do të arrisësh si individ. Ajo është pikë qëndrimi, pikë qëllimi jot. Por unë nuk mund ta marr dot nëse unë do të jem viktima e zgjedhjes tënde, e qëllimeve tua. Është diçka tjetër, është logjika ime që s'është vënë në funksion të duhur. Po, prap këtu, kjo mos po im shohet fort kësaj suksesit material ose suksesit zgjedhja e individit në bazë të asaj që ka ose që ka në background, jo nga ana kulturore, nga vjen nga rrënja, nga atje, po merret nga ajo çka ka, çka pasuri ka, çka ka një shtëpi, çka ka punë ka. Këto kanë qenë, nuk është se s'kanë qenë, po si shoqëria sot në përgjithësi, po ti shohësh në themel, paktën brezi jemi ka pas dashni. Baba jot me nënën tani janë dashuruar. Nuk e di. Nuk e di. Unë jam dashuruar me nënën time. Po mua më bëhet qefi dhe ju pafsha me sukses deri Po, në fund. faleminderit. Pra, por dhe dashuria që ti je dashuruar me atë person, ti shikon diçka pozitive tek ai person. Që ti ke investuar dhe vazhdon të investosh kohën me atë person. Pra, dashuria në këndvështrimin tënd është gjendja emocionale. Po. Por dashuria për dikë tjetër është foundation për arritje. Dashuria është e ndarë në shumë copra të ndryshme, sepse njerëzit nuk e njohin dashurinë një drejtimshe. Dashuria dashuria nuk ka fjalë. Dashuria ka vetëm prekje, ndjenjë dhe shikim momental. Nuk ka fjalë dashuria, dhe ato që përshkruan ti është fantazia juaj, nuk është dashuria që mund të themi të njëjtën gjë se që ke ti mund ta ketë dhe dikush tjetër. Ose mund ta ketë bashortja jote të njëjtën vizion. Pra, Vazhdo. Pra, dashuria është thjesht vizioni që ti përshkruan, ose ndjenja që ti përshkruan, por prapë ajo ndjenjë që ti përshkruan nuk ka fakte, nuk ka bazë.
Sepse siç e ke përjetuar, ti nuk e përshkruan dot. Pra, dashuria është e papërshkruar. Po në basë kësaj që thuhet, që po e thuhet dhe ti, a mos po I largohemi familjes. Dhe me thonë, familja përsupozon që mos bësh edhe fëmijë, ose të bësh fëmijë me zgjedhje. Po normal që do ta zgjedhësh partnerin që do bësh fëmijët. Ti s'mund të bësh fëmijë me çdo njeri. Ti nuk mund të bësh dot fëmijë me një njeri të paaft, në një thonjza që ty s'të përshtatet, jo se ai është I paaft. Ose e paaft. Ajo nuk është e përshtatshëm për ty, për jetën tënde. Që kështu ti s'do shkosh të marrësh dikë që të bësh fëmijë pse që s'përshtatet. Ti do bësh fëmijë me një person që të përshtatet. Pra, përshtatja e çiftit është baza e themelit e rritjes së familjes. Po mirë, po familja deri tash kemi pas ne. Unë kam 2 fëmijë, shumë tjerë kanë 3, 4, kanë ashtu. Dhe po ti shohësh na parent, se nga brenda s'dim asnjë gjë, duke shumë të lumtura ose si kanë pas kriju bazën e kësaj që kanë sjellë edhe gjëra të tjera mbrapa. Mos po I largohemi sot familjes, mos po I largohemi. Jo. Familjes konsolidume. Jo, nuk po I largohemi. Duke bazuar në ato që I the. Nuk po I largohemi familjes. Përkundrazi, njerëzit janë zgjuar dhe kërkojnë përshtatjen e tyre, kërkojnë atë që ndjehen ato komod për të ndërtuar diçka. Dhe njerëzit sot nuk kërkojnë të ndërtojnë diçka dhe të prishet. Njerëzit kërkojnë diçka që ta ndërtojnë dhe ta përfundojnë së bashku. Këtë po kërkojnë njerëzit. Jam shumë dakord. Po në atë që në marrëdhënien në çift, na falë që u zgjatëm çik këtu, po shumë interesante edhe për mua, duhet të di, sepse ne kemi rrit me një brez tjetër, pavarësisht se kemi ardhur në një vend shumë demokratik. Po, duke folë edhe me përvojën e shoqërisë dhe me kështu, prap I qëndroj asaj si po jepet më shumë rëndësi se ç'është kësaj bazës ekonomike se sa bazës bërthamës familjes, bazë. Ekonomia është e domosdoshme sepse të mban të mbijetosh. Pa ekonomi më vjen keq, unë nuk e kuptoj çfarë familje po kërkon të krijosh. Dhe ekonomia është baza kryesore e foundation e jetesës, siç kanë ardhur kohërat e sotit. Pra, ti nuk mund të bësh dot një fëmijë dhe kur ti se ke ekonominë tënde për të mbijetuar ti si individ dhe ti kërkon të mbash një fëmijë tjetër që bëhen 2 gojë me një rrogë ekstrem më minimale dhe pastaj pret që pse fëmia s'ka dalë I suksesshëm dhe pse ti nuk je I suksesshëm edhe vazhdon të ketë smirën e inatin te kolegu apo ke shoku apo ke XY. Dhe kjo më duket absurde që ti kërkon të ndërtosh diçka pa ndërtuar vetveten. Dhe shumë mirë që njerëzit sot kërkojnë ekonominë e shëndosh dhe kërkojnë familje të shëndosh me personin e duhur. Dhe unë jam e përkrah këtë dhe do të vazhdoj ta përkrah deri në fund. Unë nuk jam me idenë që duhet se s'bën të krijosh familje se të iku mosha. Mosha nuk ikën. Mosha nuk ikën, sepse koha është e njëjtë. Ty të ikën koha që ti s'je përgatitur dhe ke neglizhuar veten. Dhe të mendon fjalën që iku mosha, duke mos neglizhuar veten, duke ju përkushtuar vetes, ekonomisë, jetës, së ardhmes, suksesit, ka bashortin e duhur ose bashortin e duhur dhe familja e suksesshme. Përkundrazi më vjen keq. Unë kam qef me të ndështu pak, sepse gjithmonë referohem brezit tim. Ore, nuk është e thanur që planifikojsh ti dhe bëj fëmijë se kam lekë dhe s'kam lekë, thom unë. Ajo është ndjenjë, është moment, është krijohet në një moment që e ka kriju Zoti. Zoti e ka kriju, dhe me thonë, gjithësia e ka kriju që në një moment ajo ngele shtatë zanë dhe del fëmija. A ka, s'ka lekë, nuk e kemi pas imagjinu këtë. Ndoshta duke qenë familje patriarkale shumë veta, ne kemi pas edhe atë bazën që thuti, atë bazën ekonomike
te familja, te baba, te nana, duke qenë 3-4 kunorë shtëpi, po edhe mos po im shohet, prapë po them, po im shohet shumë kësaj, ja dakor, e zam se unë e kam lek, po 20 vajza tjera, du me të marrë një vajzë, po 20 tjera s'kan lek, ose një vajzë për 20 djemë. S'kan lek, ato të martohen, ose ato të kryojnë familje, ato që s'kan mundësi. Sepse jo gjithkush marrën shkollën, jo gjithkush Të ka gjitha një vajzat vlerë. e kanë mundësinë. Të gjitha vajzat e kanë mundësinë. Dembelizmi s'ta jep oportunitetin, po të gjitha e kanë mundësitë. Unë di personalisht një vajza shqiptare në Britani, që kanë ardhur në 99-ën, kanë ardhur në 2005-ën, kanë ardhur në 2020-ën, dhe sot janë multimilionere. Unë një personalisht që janë multimilionere, duke hequr pjesën mashkullore, flasën për gjininë femrore. I kanë arritur qëllimet e tyre, sepse kanë parë që jeta pa ekonomi nuk ka ekzistencë, dhe kanë patur qëllim në jetë. Dhe i kanë arritur. Si Po, qysh a kanë lanë diçka mangut? Absolutisht asgjë s'kan lënë mangut. Dhe s'kan pse t'i lënë mangut vetes. Sepse një shprehje, kuptimin, më fal. do me thonë, duke i nejtë karrierës, dhe duke i nejtë kësaj që thuti, ngelet, prap do më thush atë që mosha s'ka rëndësi. Po edhe njeriu dhe të femra ka një cikël, ashtu edhe mashkulli. Me teknologjinë që ka ardhur, unë nuk e kuptoj ku ndodhet cikli, kur neve kemi me researchet e fundit kemi gruan 87 vjeçare që bëri binjak. Kemi gruan 62 vjeçe që bëri fëmijën. Kemi gratë 52 vjeçe që kanë bërë vazhdojnë dhe bëjnë fëmijë. Pra, ku ndodhet cikli? Cikli nuk ekziston. Cikli është thjesht një pjesë që neve ja kemi vënë në një formë vetes, e themi, në këtë moshë neve na ikën ndjenja, neve nuk do të bëjmë fëmijë. Jo, absolutisht, ti ke të drejtë. Po jetojmë në një teknologji që ti bën fëmijë. Dakor. Jemi në një teknologji që ekonomia është prioritet, fëmia është prioritet, gjithashtu, por përkushtimi është individ. Shumë dakord. Po, dalim të një pyetje tjetër që i kam unë. Femra, tu në Angli, flasim për femra shqiptare. Në ato që i rrime që një gjë, vazhdon të ketë abuzime. Ose ma mirë me thonë, vazhdojnë të jenë të tërhequra për të marrë vendimet që duhet i marrë. Si e mendon ti? Për shembull, janë abuzu, janë lanë të shtëpia, me rrit fëmijët, ose edhe janë dhunu dhe nuk kanë marrë atë forcën për mu nda, cili do ishte një mendim i joti, për me marrë një vendim, ato femrat që janë të dhunume, janë të abuzume dhe janë me gjithë se për mu, sa mune, edhe po fryet pak. Në Britani, të më thoj për në një shtet tjetër dhe mund ta miratoja deri diku, por në Britani është një lloj rregullore që femrat në përgjithësi e kanë mbrojtjen e shtetit. Janë të mbrojtura automatikisht nga shteti. Dhe nga dhunat Jo, se thëmë të, unë e thëmë, femra vetë sa ka arritur në atë nivelin që ti thoje gjana, ti shpreje gjana. Okej, që është pak e ngurtë femra ndaj bashkëshortit, sidomos kur martohen dy shqiptarë së bashku. Kupton? Ka çifte që janë të mrekullueshëm. Ka çifte që janë mbi të mrekullueshëm, që kanë një jetë ti admirosh. Edhe ti shikosh si shembull, ta jep atë frymarin, atë frymëzimin shembull. Okay? Por kemi dhe çifte që fatkeqësisht kanë këto probleme që ti diskuton, por siç e përmenda edhe më parë. Një këshill e jotja, më mirë me thënë. Këshilla ime është që asnjë njeri nuk e meriton abuzimin. Dhe të gjithë e kanë forcën brenda vetes. Nxirre
dhe jeta është një herë, nuk është më dy. Dhe ti jeton për vete, as për fëmijët, as për bashkëshortin, as për prindrit. Nëse ti e do veten, merre dhe hec përpara. Bravo. A të largohemi pak tyne pak dhe dalim tamam të ajo që të puna që bën vetë. Unë e thash pak a shumë, po marrë kisha pas dëshirë se është shumë interesante dhe po lexosha atë pak backgroundin tënd dhe atë që është shkruajt dhe komentet e njerëzve ishin megjithmonë sa diversuar. Qa bën Bela posaçërisht në punën e saj? Se e shoh edhe këtë ke marrë edhe këtë shtyllën korrizore i themi ne. Bela ka një klinikën e saj Human Engineering që i është përkushtuar shëndetësi. Një sekond, inxhinierin pse? Human Engineering. Sepse njeriu është makineri. Dhe njeriu është eksakt njësoj si mjetet që ne përdorim. Është natyrë, është objekt, është makineri. Prishet, rregullohet, modifikohet. Dhe trupi njeriu është shumë e bukur dhe ka karakteristikat më të veçanta që ekzistoka, që u modifikoka në lloj-lloj formash të mundshme për të jetuar. Dhe po të bësh një krahasim kur ti nuk e merr guximin për t'ikur nga një marrëdhënie e abuzuar. Imagjino një person që ka humbur shtullën kurrizore. Edhe prap modifikohet për të jetuar. E merr forcën të jetoj. Ose njerëzit që neve kemi në klinikë, që ne e kemi një nga trajtimet të onkologjisë. Onkologjia, do me thonë sëmundjet, se shumë veta dhe... Onkologjia përmban sëmundjet e kancerit, nga kategoria e parë deri në pikën më të fundit. Po si mund të shërohen këto në klinikën tuaj? Si? Kjo është një ndër ato 5 gjërat kryesore që bën. Po. Trajtimet tona janë për pjesën ne përjapim trajtime fizike, për njerëzit sa po kanë dalur nga kimoja, nga kimoterapia, ose që nuk janë hyrë akoma në kimo të terapisë, që trupi ka mbledhur infeksione të ndryshme, dhe duke nxjerr ato nga trupi, duke përdorur metodën e Dr. Vodës, një nga shkollat më prestigjioze, duke përdorur metodët e Dr. Vodës, duke eliminuar toksinat e tepruara ose të radiation që trupi ka mbledhur. Këto i kemi fizikisht, plus kemi dhe trajtimet psikologjike për të qetësuar pjesën nervore. Qa përmban kjo nervore? Për të qetësuar pjesën nervore, sidomos frymarrja. Frymarrja ka të lidhur shumë me pjesën nervore. Kemi 2 lloj frymarrje, kemi frymarrjen e gjoksit dhe frymarrjen e stomakut, që shumica në kulturën tonë nuk përdoren. Kurse në kulturat e tjera, disa nga kulturat e kanë prioritet qetësimin nervor, dhe disa kultura e kanë të neglizhuar përmjet të rrethanave që janë krijuar. Edhe ne këtë i japim në klinik, qetësimin nervor, sepse po në formën e pjesës qetësimit nervor shkaktohen shumë probleme të tjera. Shkaktohet ngurtësia e muskujve, shkaktohet nervi sciatik. Tamam, nervi sciatik edhe hernia. Shkaktohet nervi sciatik, shkaktohet janë shumë diagnozat të tjera, po ti fillojmë ti përmendim. Pra, pjesa nervore është pjesa më kryesore që njeriu duhet të ketë shumë kujdes. Këtu futet ankthi apo jo? Gjithmonë, edhe ankthi. Ankthi, stresi, depresioni. Dhe vetë fakti fjala depresion ekziston nga
si thot, ta shpjegoj Bela, ekziston vetë fjala depresion, mbledhja e mos zhvillimi i dialogut në një farë forme. Okay? Kompresimi i trurit. Okay? Kur njeriu fillon mendon shumë thellë më thellë, shkakton probleme nervore. Mendime të panevojshme. Këto vinë ka shumë për të diskutuar, se vinë nga shumë pasoja, nga shumë Po shumë bukur, po çdo gjë duhet zgjedhur aty për aty. Nuk mund ta marrësh diçka, një gjë që ka ndodhur, ta përjetosh dhe ajo krijon sëmundje. Krijon ankthing, krijon Pra kjo trajtohet te ju. Po, edhe kjo trajtohet tek na. Tjetër, Trajtojmë sportin, te sporti, cilat janë ato që janë? bëjmë fashën, bëjmë Shqip? muskujt. Fasha ka emrin edhe shqip. Nuk e dish. Fasha ka emrin edhe shqip. Trajtojmë pjesën e muskujve, siç e përmenda, edhe shumë trajtime të tjera. Por kush do të jetë interesuar? Ja, atë di unë, po nuk është se ti, sepse reklamën Soft ke tissue. vetë, unë e kam qenë te klinika jote dhe sinqerisht duhet bukush atje përpara, po ju bëj thirrje edhe unë gjithëve, nda që me marr këshilla dhe tamam klinikisht pranueshme, do e japim edhe numrin e telefonit dhe atë skanerit për ta skanat ju. Po ma mirë ty. Dhe grafit i shikojmë. Kemi patur raste që kemi gratë shtatzane të huaja dhe gratona gjithashtu, që janë shtatzane dhe janë në Fatkeqësisht janë me smunje. ja, po. Kupton, dhe ato i kemi trajtuar dhe vazhdojmë i trajtojmë. Absolutisht ne japim falas në klinikën tonë, që është tani është e para klinik në Britani që e jep totalisht falas, Këshillat. jo vetëm këshillat, që japim totalisht falas trajtimin e fundit për të thënë goodbye. Është e vetmja klinik në Britani, sot për sot, që e jep trajtimin falas për t'i thënë dikujt mirupafshim nga kjo jetë. End of life, Dhe përfundimi me i thënë jetës. përgatitjen për ma të keqen. Përfundimi i jetës. Përfundimi. Okay? The end of life është përfundimi i jetës. Dhe klinika jon atë e jep totalisht falas. Po pse deri këtu ka arrit, do të thonë, të mësohen njerëzit edhe mu përgatit për atë që do ike, apo njerëzit që e rrethojnë atë që do ike. Si ato Apo të dy. që e rrethojnë dhe atë që se rrethon njëri. Shumë interesant. Kemi përgatitje për këto rastet unike të veçanta. Dhe kemi telefonata të pafundshme. Vetë fakti që ne ofrojmë totalisht free, dhe kjo është e komunitetit, dhe kjo i përket njerëzve sepse njeriu lind fal dhe duhet të vdesi fal. Dhe Bravo. unë jam shumë e besimit të kjo pjesë që një foshnje lind në këtë botë, dhe fjala lind është gjëja më e mrekullueshme, dhe goodbye, përfundimi i jetës, i takon fal. Po me këtë, që do na tregosh pak te kjo? Kjo Unë jam është- shumë interesant. Kjo është Unë e kam vujtë. kjo është gjëja më unike që ekziston në trupin e njeriut. Duke marrë dhe gjytrymë të tjera të trupit. Pra, përveç se hapja dhe mbyllja e lindjes, po dhe ashtu dhe meshkujve, kemi dhe meshkuj fatmirësisht, që kanë probleme me hipsat, Hipsat, po. me hipsen, a kupton, kam meshkuj probleme, por dhe femra gjithashtu. Po. Kemi probleme me disqjet e shtyllës kurrizore, kemi probleme me modifikimin e shtyllës,
dhe kemi probleme gjithashtu edhe me ngurtësinë e qafës, që shkakton akoma më probleme. Apnea. Dhe këto hynë edhe apnea. Mund të thuash apnea, por ngurtimi i qafës. Plus asajt, Dhe këto riparohen, ka ardhur koha që riparohen. Edhe shtylla kurrizore, se thoshin me një aksident ka thy shtyllën kurrizore ose gjuna nuk bëhet. Çdo gjë është e riparuar në jetë. Asgjë nuk është e pa riparuar. Pra këto trajtohen edhe te juve. Po. Bravo, bravo. Një gjë që ke neve është e domosdoshme, shëndetësia e para. E dyta është ekzaminimi, që neve vetë e bëjmë. Ekzaminimin. Dhe një gjë të paqartë që ne jemi të paqartë. Ne nuk e prekim pacientin pa marrë medical record, medical record nga GP-ja. Duke marrë parasysh me konsentin e pacientit. Dhe nëse ne kemi diçka të më të paqartë akoma, ose jemi shumë të bindur që klinika jonë shikon që është një dëmtim ose një neglizhencë e mjekut, automatikisht ne bëjmë riferimet urgjente në spital apo në GP. Pra ne I referojmë automatikisht dhe pacienti do të shikohet brenda 24 orëve. Vetë fakti që ne jemi privat. Nuk do të thotë që jeni privat? Vetë fakti që ne jemi privat, kemi ato privilegjet që pacienti të shikohet brenda 24 orëve. Pra e keni ato të emergjencisë. I kemi përmbushur të gjitha kushtet që shëndeti pacientit është thelbi kryesor. Bravo. Po, përveç kësaj klinikës, keni ndërmend mu hapë ma shumë? Apo? Realiteti po, jemi duke filluar hapje në Amerikë, në Florida. Jemi po merremi me organizatën në Florida për momentin, për të hapur dhe ati një klinikë së shpejti. Gjithashtu dhe në Europë, në Itali, në Zvicër dhe Francë. Për në Shqipëri dhe në Kosovë. Ato do bëja Shqipëri, pse jo? Në Shqipëri dhe në Kosovë, aktualisht për momentin jo. Nuk e kemi marrë atë për të hapur. Është pak vështirë për të marrë lejen me sa di. Nuk jam e informuar shumë mirë dhe nuk mund të flas për një gjë që se kam informimin e duhur, por për momentin nuk e kemi parë të arsyeshëm dhe sepse në Shqipëri ka mungesë teknike, por tani për tani kemi vendosur. Jeni fokusu këtu jemi më shumë. bazuar, po. Përqendrimi është ke këto tjerat. Bela po, sepse emisionet kanë edhe një farë limiti dhe do kisha, çfarë do I thosha një njeriu që femën, mashkull, s'ka rëndësi, që ka këto probleme. Këto probleme që sa po I theti, jo të shtyllës kurrizore, jo nervore, po edhe aty në grave 7 zona, po edhe punë onkologjik, se unë e di, sepse ti je një vajzë shumë e fortë, ke kalu shumë gjana në jetë, je forcut mërësi shumë, dhe m'gjelit e menjat e një gjë që të më thej pak para se me hy këtu, njeriu s'është kur gjë po s'provoj diçka në trup vetë. Po. Çdo gjë që flitet duhet bazuar në eksperiencë, në eksperiment dhe në dije. Bravo. Ta pak vash po e vim ka funi, desha me të bëj një pyetje, një mesazh tani, mbasi folëm pak për gratë, një mesazh të drejtë për gratë dhe vajzat shqiptare në veçanti. Sa më shumë forcë vetes, duke ecur përpara, të arrini qëllimet e juaja, ëndra jote është pasqyra jote. Ëndra çdo femre është pasqyra e vetë femrës. Çfarë do qoftë dhe si do qoftë, le ta arrisi dhe nëse ka përkraje,
të ecë sa më shumë përpara dhe të jetë model për veten e saj. Kurse për meshkujt, kisha një mesazh tjetër që duhem përkrahur gjenia femrore dhe jo ta shikojnë femrën si objekt, por ta shikojnë femrën si një shkëndi, sepse fatmirësisht të dy palët nuk bëjnë dot pa njëri tjetrin. E vërtet. Okej. Nuk mund t'i bëm faj as njërit as tjetrit. Faj Mbetet jeti. Po, nëse ke në gjë tjetër për me shtu, që e kemi harru ose se kemi thonë, mund ta thuash. Për momentin nuk kam dhe shumë faleminderit. Jo, faleminderit nga ty dhe të uroj të gjitha të mirat dhe të hes të mbarë më mbarë, jo vetëm në Amerikë, në Europë, po kisha pas dëshirë edhe në Shqipëri,